Hajde mundën. Gati? Liza? Shime, nuk i problem, falënderisht. Okej, shime. Veç më zbëni poteri. Mirë. Sot jemi këtu në pranim atë dorëzimit të fabrikës. Kemi ardhur edhe me gospodin Mirko Borovcan. Sot bëhet atë pranim dorëzimi i fabrikës, cila është në një gjendje relativisht të mirë. Nuk do të thojmë keq, se nuk do t'i prima ditë keqës, do të thojmë mirë. Kjo është një punë gati 1 vjeçare që kemi filluar me ish kryetarin atëhershëm, nga Shqipëri Marifin. Edhe një konorizim i asaj punës tonë, sot është arrit deri te nënshkrimi i marrëveshjes edhe fillimi i pranim nga dorëzimit të fabrikës. Ne mendojmë këtu që mana 1 muaj e gjysmë deri në 2 të bim me fabrikën në gjendje të mire, të funksionale, edhe të punojmë. Kja falenderoj zotin Mirko sot që ka ardhur edhe na ka bot mund shumë që bëjmë ati pranim dorëzimin. Hvala za gospodin Mirko, što ste došli danas na ovaj dan za neki dobar budućnost ove zemlje. I fabrike, je li? I fabrike, to se. Pa dobro, ja sam danas ovde u svojstvu poverenika Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ispred znači agencije, u funkciji znači zaključenja jednog ugovora o zakupu koji smo ugovorili, odnosno dogovorili, koji danas treba da potpišemo i kao što ste rekli, verovatno na zadovoljstvo vaše i na zadovoljstvo i ove lokalne zajednice i pre svega ljudi koji će ovde raditi, pokušavamo da ovaj pogon vratimo u život, odnosno da ovu fabriku vratimo u njenu proizvodnu funkciju. Moje zadovoljstvo ako vi to uradite, a verovatno najveće zadovoljstvo ljudi koji će ovde raditi i koji će ovde naći neku svoju zaradu i neki svoj interes. Hvala. Ukriv. Vazhdoj. Atëherë kështu, sot ashtu si që tha dhe sot i kuqi ne bëjmë pranim dorëzimin. Është një punë 1 vjeçare tani, të cilën e kemi nisur, edhe sot e kena kororizuar fazën e parë. Kjo është faza e parë, faza 2 tani është revitalizimi i fabrikës dhe nisja e prodhimit, e cila bëhet, siç tha zoti Kuqi, 1 muaj, 1 muaj e gjysmë, 2 muaj. Në është një ditë e madhe për neve, si qytetarë të Preshevës, një hap i rëndësishëm në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe stabilitetit të rajonit, këtu si komune e Preshevës, që të japi perspektivë qytetarëve tonë, të jetojnë në vazhdimsi në vendin tonë dhe të ftojmë edhe qerë investitorë që të vinë dhe të investojnë në vazhdimsi në komunën e Preshevës. Unë duhet të faleminderoj përzemërsisht zoti Kuqin dhe familjen për këtë vullnet të madh për me kontribu në komunën tonë të Preshevës, për të krijuar perspektivë ekonomike dhe të jetës qytetarëve tonë dhe familjeve tona. Është një gjë të cilën unë mujt në lirisht të thëmë që pikërisht kjo është ajo të cilën e kena thënë kohë gjatë që kjo është patriotizmi i kësaj kohës, edhe unë i ndihmë shumë krenar për ditën e sotshme dhe për angazhimin tuaj që ju e keni bërë të mundshëm që krijohet një shtyllë perspektivës ekonomike dhe të jetës në Preshevë. Dhe gjithashtu duhet të falenderoj edhe zotin Mirkon, i cili me shpejtësi i ka proceduar nëpërmjet ministrisë dhe nëpërmjet agjencionit falimentimit procedurat për marrë deri te ky moment, i cili është një moment i rëndësishëm për historinë e Preshevës. Dhe ne jemi këtu
dhe do të jemi këtu në vazhdimsi, alternativë për ndryshim, sidomos në opozitë është më e fuqishme dhe kemi me qenë më të fuqishëm në të ardhmen. Kështu që faleminderit edhe Srećno vam bilo. Hvala. Faleminderit shumë. Okej.